Skuadra matjane e futbollit Bureli edhe në javën e 10 të kampionatit të kategorisë së parë nuk ka arritur më shumë se një barazim. Pasi ndeshjet ishin shtyrë të dielën për shkak se ishte dizie kombëtare me vendim qeverie, ato janë luajtur këtë të hënë. Bureli u përballë transfert me ekipin e Lirisë së Fushkrujës, ku shënoi 2 herë në portën vendase, por edhe pësoi 2 gola. Kanë qenë matjanët ata të cilët kanë kaluar të parë në avantazh me anë të fetajt në minutën e 22 të pjesës së parë. Ndërkohë, vendasit e kanë barazuar shifrat në minutën e 74 me Jakubu, por vetëm 5 minuta më vonë është Rapi, i cili kalon ekipin e tij në avantazh. Por atëherë kur gjithçka u duk të përfundonte me fitoren e matjanëve, janë vendasit ata që shënojnë golin e barazimit me Veriun në minutën e 95. Kjo pikë siguroi matjanëve një vend renditje duke u ngjitur nga vendi 6 ku kishte rënë në vendin e 5 me 13 pikë të grumbulluara në 10 javë kampionat. Ndërkohë ndeshjet e tjera të cilat u luajtën këtë të hënë përfunduan po Gradecia e Polonia 1-0, Kukësi Kastrioti 0-1, Luftëtari Besa 1-2 dhe Laçi Lushnja 2-1.